Nga 28 tetori deri me 1 nëntor, Korça do të jetë sërish me pritëse artistëve nga Shqipëria dhe vendeve të ndryshme të botës në edicionin e 15 të kolonisë ndërkombëtare Ditë e Mios, një ngjarje që nderon mjeshtrin e madh të peizazhit shqiptar, Vëngjur Mio. Që prej edicionit të parë, organizatorët kanë pasur qëllim të qartë e fisnik të çojnë piktorët pjesëmarrës në ato vende ku dikur ka pikturuar vetë Mio i madh, për të rikthyer në telajo bukuritë, dritën dhe frymën e peizazheve që frymëzuan mjeshtrin. Ky udhëtim artistik midis kaluarës dhe të tashmes ka zhndëruar Ditët e Mios në një traditë të dashur, ku çdo vit arti bëhet urlidhse mes brezësh, kulturash dhe ndjesish. Në këtë edicion jubilar, artistë të shumë do të sjellin krijime të reja që pasqyrojnë peizazhet korçare, jetën e përditshme dhe frymën e qytetit, duke e kthyer Korçën në një atelje të madhe të hapur. Për disa ditë me radhë, bulevardet, rrugicat, fshatrat përreth dhe vetë natyra do të shërbejnë si burim frymëzimi për çdo penele, çdo ngjyrë. Ditët e Mios mbeten një dëshmi e gjallë e dashurisë për artin dhe trashëgimin kulturore, një mënyrë për ta nderuar mjeshtrin që solli në dritë shpirtin shqiptar përmes peizazheve plot jetë, dritë dhe emocione të thella.